Alo, Mirëmëngjes. mirëmëngjesi. Kush na telefonon? Ju telefonoj një paciente. Po, Isha një vërejtje për farmacistat. Më trego? Ju mundeni me thirrë kryetarin e farmacisat, kush është ai përgjegjës, pse në barnat të cilat i jipen pacientave nuk ka përkthime në gjuhën shqipe. Ose janë anglisht, ose italisht, ose turqisht. Shumë kemi probleme. Mirë, une po e përkthej medikant. Mirë, po ishtë problemi pse po ndodh edhe me pacienta tjerë. Nuk e di, a ka në kontradiksione, për çka merren. Je jep mjeku e në farmaci, po t'i jep, kur e pyti për çka ishta ka dhënë mjeku edhe asnjë përgjigje tjetër s'kem. Në cilin barn të ka ra me pa këta, se është obligative? Që për shembull, Neuro Rex, mandej Kombinerv, mandej që unë si i ka marrë vetë, vin Pocetin, nuk ka përkthim, Pinox nuk ka përkthim, Irizydin nuk ka përkthim, mirë po unë e këta i kam gjetë përkthimet me inteligjencë artificiale, pse po di. Mirë po pacientët tjerë nuk po di. Edhe këtë kam vërejtje për farmacistat pse nuk kanë përkthime në shtesë, letrën shtesë. Qaç deshta. Wow, fantastike në fakt kjo që e keni kombinu me inteligjencën artificiale. Po, respekt. Edhe i kam qitë emrat e ilaçeve dhe kam kuptu për çka është. Se për shembull, unë i kam disa smundje, edhe di se janë çdo ilaç ka atë kontradiktën në marrje mes ilaçeve. E qartë. Mirë po, gra tjera ose pacienta tjera, unë po flas në emër të grave të moshuara, se jam vetë moshuar, 70 vjet, nuk e di. I marrim ose s'po dim për i kajt, për i vjen reakcioni. Këtë vërejtje e kam shkruar edhe Ministrisë Shëndetësisë, edhe të farmacistëve, mirë po se nuk kam marrë përgjigje. M'fal, nana, a the që je 70 vjeçë? Po, 70 vjeçare, jam 71. Çfarë zamre? Kur e përmende inteligjencën artificiale, unë të menu që jam të volë me një zonjë 25-30 vjeç, jo më shumë. Jo. Që unë jam e shkollume, jam pension, mirë po lexoj, edhe kam pak kontradikcionet, ish dash me marrë 2 ilaçet edhe me shku në barnatore, mi thanë, zonjë, ti mi ke dhanë këto ilaçe, a e dini se kjo s'guzon me aspirin ose me një tjetër mu kombinu, ose kam t'i kem shumë të keq në zemër. Në diagnozat e cilat i kam une. Ata kam vetë befasushëm për më këshyrën. Ti e dhanë informacionet e fundit të zhurrume si pas inteligjencës artificiale mjekve ti. A e din që ka shumë mjek aty që s'din me përdor, po menoj, inteligjencën artificiale. Le mësohen, mos mi japi ilaçet me cilat janë të lidhur me banatore, po më duke se shumica mjekve janë të lidhur me ndonjë banatore, edhe krejt ilaçet janë turke, italiane, Pa përkthimin atë pra, pa përkthimin. Faleminderit shumë, zonjë, faleminderit shumë që më ke telefonu, gjithsesi që do ta adresojmë këtë çështjen e përkthimit, secili bar duhet ta ketë, është obligative që ta ketë përkthimin edhe banderolën në gjuhën shqipe ku jepet shpjegimi për atë se çfarë është dhe çfarë bën. Edhe faleminderit shumë që ndave me ne këtë tregimin me inteligjencën artificiale. Shumë dashni. Fantastike, Hajde dëgjojmë pak Jakub Ferrin. Kur filloj me fol zonja, më tregoj që ka probleme me shëndetin, okej. Kur më përmendi, thonë, po e shofa në inteligjencën artificiale, se çka janë këto barra, tha, nuk e kam problem, tha, po pacientët tjerë nuk din, filloja me kriju përshtypjen